Shqipëria cilësohet vendi me administrimin më të mirë të financave publike në rajon. Sot, kredit e këqija i kemi ullur nga një nivel i frikshëm, 25% ishin kredit këqija në për banka. Një kërcënim i drejt për drejt për banka në nivelin normal, më pak se 5%. Të ardhurat për frymë në 3 mandate, i kemi 3 fishuar, kur morëm detyrën, të ardhurat për frymë ishin 3.324 euro. Sot, të ardhurat për frymë janë 10.322 euro dhe në Shqipërinë 2030 të ardhurat për frymë do të 5 fishohen në raport me nga Unisëm dhe do t'jenë 15.000 euro. Paga mesatare në sektorin publik ishte 372 euro. Sot, me vlerësimin e fundit të pavarur të bërë nga Instati, të konfirmuar nga organizatat financiare ndërkombëtare, paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1.000 euro. Ndërsa në Shqipërinë 2030 do t'jetë të paktën 1.200 euro. Pagën mesatare të përgjithshme e rritëm më shumë se 2 herë e gjysmë. Dhe do të arrisim të paktën dhe 30% më shumë. Kjo ishte paga mesatare. Kjo është paga mesatare. Paga mesatare e sektorit publik dhe privat bashk. Pra paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. Kjo do t'jetë paga mesatare. Paktën 1.000 euro. Vazhdojmë me pagën minimale. Në vitin 2013, kur ne morëm detyrën, paga minimale ishte 157 euro. Sot, 2024, u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do t'jetë 500 euro. Për të mbështetur punojësit që do të përfitojnë nga kjo rritje e shpejt e pagës minimale, sipërmarrësit do t'jenë detyruar të rrisin pagën minimale, por ne do t'u japim një lehtësi që gjatë 18 muajve pas pagës së parë, shteti atyre nuk do t'u kërkojë asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 eurosh. Kur morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto, prodhimi i përgjithshëm kombëtar, gjithçka që prodhon Shqipëria, ishte 9.6 miliardë euro. Sot është 25 miliardë euro. E kemi rritur prodhimin e përgjithshëm 2 herë e gjysmë. Shqipëria 2030 do të ketë një prodhim të përgjithshëm prej 35 miliardë eurosh. Punësimi dhe pensionet. Ne kemi reduktuar me 40% shkallën e papunësisë. Dhe nga 17.5% që ishte në vitin 2014, në më poshtë se 9%. Pra kemi arritur objektimin që papunësinë ta ulim në një shifrore. Dhe sot është 8.8 për qenë sakt. Shqipëria 2030 do ta ketë në normën e Bashkimit Evropian, mesatare në Bashkimin Evropian 6%. Tani shumë kush na e përmend atë 300.000 vende pune. Përgatituni t'i jepni përgjigje me shifrat në librin e të punësuarve, në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte 1.023.000 të punësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Pra nga 1.23
në 1.327. Janë apo nuk janë? Më shumë se 300.000 vende të reja pune, kështu thot regjistri, kështu thon pagat që jepen, kështu thon të ardhurat që merren nga ato paga. Pensioni mesatar, ku ne morëm detyrën, ishte vetëm 86 euro. Ndërkohë që në 2024 u bën 175 euro. Këto shifra nuk na ndihmojnë as për të thënë që ne jemi relativisht të kënaqur, siç jemi me të gjitha tjerat relativisht të kënaqur, por as për të dhënë një sens të atij që do të jetë mandati 4. Prandaj ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Pra, pavarësisht të gjitha të tjera. Nga marrja e detyrës, kemi nënshkruar 16 marrëveshje me vende të tjera për njojën e ndërsjellë të pensioneve, nga cilat përfitojnë qindra e mijëra bashkëadhetar. E gjetëm me 2 marrëveshje, me 2 vende ku s'kishte pothuajse fare njerëz nga Shqipëria që pretendonin pensione. Kishte po shumë simbolike. Mbyllëm marrëveshje me Italinë, tani është aktive. Brenda mandatit 4 duan të mbyllim marrëveshje me Greqinë, por i rikthehen Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i rikthehen pasaportës europiane të Shqipërisë, sepse me hyrjen në Bashkimin Evropian, e thash dhe më parë dhe po e përsëris, të gjithë ata në Greqi që kanë probleme, njojën e pensionit, marrin atë pasaportën e kuqe, me shqiponjën tonë dykrenare, me logon sipër Bashkimi Evropian Republika Shqipërisë, dhe ju mjafton të jetojnë në Greqi të barabartë mes barabartësh edhe në aspektin e të drejtave të pensionit, dhe me njëherë ju njihen vitet e punës, dhe me njëherë mund ta transferojnë pensionin nga atje këtu, nga këtu atje, atë që kanë etj etj. Kështu që vim prapë tek antarësimi. Kur ne morëm detyrën, kjo është një nga gjërat më flagrante, sepse përsëri këneta, në të gjitha pretendimet e veta, pretendon ta kthej mbrapa edhe këtë fakt, që është një fakt për cilin ne të gjithë jemi krenarë si Parti Socialiste dhe Progresiste. Biznesi i vogël vuante një taksim të 2 fisht, dhe duke u nisur nga një xhiro prej 55.000 eurosh, paguante 10% taks, 20% TVA. Njësoj si biznesi i madh, s'kishte asnjë dallim. Një furbuke paguante sa 15 katëshi. Njësoj. Ne ju vetëm zeruam taksën, po dhe e rritëm nga 55 në 140.000 euro tavanin e xhiros vjetore, që llogaritesh biznes i vogël. Dhe e hoqëm TVA-n për gjithë biznes e vogël me një xhiro deri në 100.000 euro. Ky regjim e kemi premtuar dhe do ta mbajmë edhe në mandatin e 4, do të mbetet i pandryshuar. Deri në 2029 Shqipëria do të vazhdojë të jetë jo vetëm i vetmi vend me 0 taks për biznesin e vogël në rajon, por dhe vendi me nivelin më të ulët absolut të taksave në rajon për të punësuarit, ku 93% e të gjithë atyre që marrin një pagë në Republikën e Shqipërisë paguajnë më pak se 10% nga paga. I pandryshuar do të mbetet dhe regjimi i taksës 15% për bizneset e mëdha. Por mandati i 4 do të ketë një risi. Në mandatin e 4 ne do të kemi një paqe fiskale të negociuar me biznesin. Një instrument i njohur, që është në kohra shumë të vjetra,
të cilin latinët e quanin pax fiscalis cum negocis. Më pëlqen shumë kjo ide dhe do t'i propozojmë biznesit qysh në qershor një marrëveshje paqe të negociuar fiskale për një periudhë 3 vjeçare, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Kjo është një paqe që nënkupton edhe fundin e çdo lloji inspektimi tek biznesi, të çdo lloji kontrolli dhe të çdo lloji minuti të harxuar për kontrolle, bazuar mbi një marrëveshje paqe, por kjo do të nxjerrë në dritë edhe shumë të ardhura të padeklaruara, për arsye që i dim